Marrëveshja midis qeverisë austrisë dhe qeverisë shqiptare, e pasuar nga marrëveshja midis Universitetit Bujqësor Tiranë, Boku, u konkretizua me mbështetjen financiare të projektit Universiteti Bujqësor Tiranë, Boku 2030 nga qeveria shqiptare dhe austriake. Synimi ishte i qartë dhe i perifrazuar 3 vite më parë nga kryeministri Zoti Edi Rama, të sillnin Boku në Tiranë. Brenda kësaj dekade, fytyet Universiteti Bujqësor i Vjenës në Tiranë, ku flitet shqip, ku flitet anglisht, dhe ku kampusi universitar është një kampus ndërkombëtar. Duket si ëndër, po nuk patëm kurajon të shohim ëndrat bëha, jemi të dënuar të jetojmë me zhgjendra të dhimbshme. Me mbështetjen direkte dhe përkujdesjen e kryeministrit Zoti Edi Rama, nëpërmjet këtij projekti, Universiteti Bujqësor Tiranë synon të bëhet qendër rajonale ekselencës në edukimin universitar, në kërkim shkencor, inovacion dhe transferimin e teknologjive në fushën e menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe shkencave të jetës. You are on the way to enter the European Union. You are on the way and you are one of the leading countries here in the West Balkan, and you need this integrative or interdisciplinary education because you need rural development. Kemi vendosur kompetencat kryesore të Universitetit Bujqësor, sepse atë kemi detyrimin të shërbejmë dhe ekonomisë shqiptare. Dhe ne në këtë shtator, në vitin e ri akademik, ne do shkojmë me ofertë reja akademike për studentët. 2030 do të Universitetin Bujqësor në majën e universiteteve këtu në rajon, si do të Shqipërinë në majën e Bashkimit Evropian. Sigurimi i ushqimit të shëndetshëm, mbrojtja e mjedisit, zhvillimi ekonomik i zonës rurale përmes përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore janë përcaktuar si fushat e kompetencave për Universitetin Bujqësor Tiranë 2030. Falpunës sistematike dhe të palodhur të ekipeve të përbashkëta të Universitetit Bujqësor Tiranë, Boku, në drejtimin vizionar të profesor Hubert Adenauer, Universiteti Bujqësor Tiranë ka tejkaluar situatën e paqartë ku ndodhej dhe sillin frutin e parë të reformës për maturantët shqiptar, ofertën e re akademike, duke hedhur hapin më të rëndësishëm në procesin e zhvillimit drejt vitit 2030. Të gjithë maturantëve dhe maturantëve që janë ambiciozë, që janë me rezultatet më të larta, ju them, jurist ka plot Shqipëria, por profesionist për të gjitha këto tema që janë temat më të nxehta sot të botës dhe do bëhen temat përvoluese për botën, për Europën, për Shqipërinë, nuk ka mjaftueshëm ose ka shumë pak. Dhe ata pak që janë pedagog në Universitetin Bujqësor Tiranë. Me një diplom të këtij universiteti nesër, pa diskutim i ketë hapur adyert. Universiteti Bujqësor Tiranë ofron për këtë vit të ri akademik 9 programe të reja bachelor, plotësisht të ngjashme me Boku N, shkenca bujqësore dhe siguri ushqimi, inxhineri mjedisi dhe ujë, teknologji informacioni në bujqësi dhe mjedis, inxhineri pyjore, dizajni interieri dhe inxhineri druri, teknologji ushqimore, ushqimi dhe shkencat e të ushqyerit, economics, menaxhim biznesi. Misioni i ri i jetëzuar i Universitetit Bujqësor Tiranë është në rrugën dhe frymën e Shqipërisë Evropiane 2030, vendi të bekuar nga Zoti, të pasur me tokë pjellore, ujëra të ëmbla të bollshme, me dy dete dhe male madhështore, nga veriu në jug, me larmi të klimës, pyje dhe biodiversitet të lartë. Të rinjtë e sotëm që zgjedhin këto programe bashkëkohore dhe me standardet e universitetit më të mirë të shkencave të jetës në Evropë, si Boku, Vjen, do të aftësohen në një profesion të sigurt për prodhimin e ushqimit, për njerëzit dhe mbrojtjen e shëndetit, menaxhimin e qëndrueshëm të ujit dhe burimeve natyrore, përdorimin e teknologjisë avancuar, IT, robotikës dhe AI në bujqësi dhe mjedis, menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve pyjore dhe zhvillimin e industrisë së drurit, përpunimin e produkteve bujqësore dhe të ushqyerit e njerëzve, biznesin bujqësor, zhvillimin rural, agroturizmin e të tjerë. Të rinjtë që zgjedhin sot Universitetin Bujqësor Tiranë, zgjedhin jetën dhe të ardhmen. Jepini kuptim jetës tuaj. Bëuni pjesë e misionit të Universitetit Bujqësor Tiranë. Universiteti Bujqësor Tiranë, për jetën dhe të ardhmen.